U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit, gjithmonë jemi me të ftuarit tanë. Në një botë ku shpesh përballemi me sfida të jashtme, betejë më e madhe mbetet ajo që zhvilloj me vetveten. Libri i sapo botuar, Unë kundër vetes, vjen si një udhërrëfyes për çdo që dëshiron të punojë me veten, të forcojë vetbesimin, të menaxhojë më mirë kohën dhe të gjejë motivimin për të ecur përpara. Përmes reflektimeve dhe këshillave praktike, autori fton lexuesin të njohë më mirë veten dhe të shndrojë sfidat personale në mundësi për rritje dhe zhvillim. Dhe sot me mua në studio kemi pikërisht autorin e këtij libri, të zotrin Afrim Bajrami. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Dhe për ftesën. Libri mban titullin mjaft domethënës, Unë kundër vetes. Çfarë simbolizon ky titull dhe çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni deri tek lexuesit? Njerë faleminderit juve që më jepni mundësinë të promovoj për së pari herë këtë libër, që tashmë është botuar dhe promovimi do të bëhet së shpejti. Besoj javën që vjen. Unë kundër vetes. Shumë mirë se këtë edhe jo, është një titull shumë domethënës. Ne gjithmonë mundohemi ta gjejmë qoftë një fajtor apo personin që ndoshta është arsyeja kryesore që arrim suksese, apo siç e theka fajtor, apo dështojmë. Ajo është së pari vetvetja. Armiku kryesor, mos ta them armiku, po them në thojza armiku kryesor shpesh është vetvetja. Do thotë parimisht do të kërkojmë të shohim në vete se a jemi mirë me veten, a kemi ndëgjuar mendimet që kemi brenda vetes, zërin brenda vetes. Është një libër që përmban shumë këshilla motivuese, është i shkurt për arsye se duke marrë parasysh që tash jetojmë në një botë dinamike, ku të gjithë janë të zënë me diçka. Koha vrapon në një sprint të jashtëzakonshëm dhe nuk ka njerëzit shumë kohë dhe të merren me lexime ndoshta. U mundova që ato këshillat kryesore që i mbaj mend unë, që i përdor unë për jetën time, në jetën time, t'i fus edhe në shkrim, që ndoshta t'ja lehtësoj sa të pak disa njerëzve përballimin ose ballafaqimin me sfida të ndryshme jetësore. Mund të na thuani se në këtë libër trajtoni tema si puna me veten dhe reflektimi personal. Sa e rëndësishme është që njeriu të ndalet her pas here dhe të analizon rrugtimin e tij gjatë jetës? Shumë është e rëndësishme. Çeket ose preket një temë që është një ndër kapitujt, është vetë reflektimi. Ndoshta një temë që ende është tabu në shoqërinë tonë, po edhe në shumë shoqëri tjera, mirë po këtu vetë reflektimi është ajo biseda me vetveten. Të ulëm, ti analizoj, ti organizoj, ti koordinoj mendimet e mia, të shoh se ku jam mirë, ku nuk jam mirë, çfarë bëj unë mirë, çfarë bëj keq. Si sillen me njerëzit mirë apo keq, si sillen tjerët me mua dhe a është kjo sipas shtyra asaj që jam unë apo sjelljes time. Do thotë patjetër se duhet të vetë reflektojmë dhe të gjejmë ndonjë vegël që ndoshta është brenda nesh. Pastaj kemi edhe motivimin, po do flasim në vazhdim. Gjithashtu në këtë libër keni potencuar edhe vetbesimi, që mund të themi që është një nga shtyllat kryesore të çdo njeriu që duhet ta ketë atë vetbesimin. Sa e rëndësishme është që njeriu të themi të krijon, apo cilët janë faktorët që e dëmtojnë të themi më së shumti vetbesimin dhe si mund ta rikthejmë tek njeriu. Do të kisha thënë që çdo temë që është e përmendur, çdo kapitull në këtë libër është jashtëzakonisht rëndësishëm. Tash flasim për vetbesimin. Vetbesimi është si pasojë e sasia e vetbesimit tek ne, është si pasojë e dështimeve apo sukseseve që i kemi në jetë. Sa më shumë mundohemi që të punojmë me veten, që të arrijmë suksese, aq më shumë rritet edhe vetbesimi. Fatkeqësia më e madhe është se njerëzit kur dështojnë, shpesh e humbin një sasi të vetbesimit, që duhet jetë e kundërta. Ne kur dështojmë, thjesht do të marrim një mësim prej saj. Do të ta kuptojmë se edhe dështimi është pjesë e suksesit. Do thotë në këtë mënyrë ne do të gjejmë mënyra se si ta ngrisim vetbesimin në një nivel më të lartë, duke kuptuar dështimin si një leksion, si një mësim, si një pjesë e zhvillimit. Se nuk mund të shkon suksesi pa ndonjë dështim. Qoftë edhe dështimi i madh. Do thotë gjithsesi do ta kuptojmë se vetbesimi varet prej asaj se si shohim ne dështimin dhe
arritjen e suksese. Arritjen në suksese. Menaxhimi i kohës është një sfidë të themi e përditshme për shumë njerëz, cilët janë këshillat më praktike që ndani me lexuesit për të krijuar një ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Ndoshta tema më e vështirë në këtë libër, kohëve të fundit, menaxhimi i kohës, siç e thënë edhe më herët, tash jetojmë në një botë dinamike, koha është shumë dinamike, jeta jonë është shumë dinamike. Edhe sikur gjithmonë arsyetojmë veten para dështimeve se po s'kam kohë. Nuk është e mundur. Tash po ta menaxhojmë si duhet kohën, kemi kohë për gjithçka. Do thotë një ndër mënyrat më të mira për ta menaxhuar kohën ose një ndër mënyrat më të suksesshme për ta menaxhuar kohën është caktimi i prioriteteve. Çka është ajo më e rëndësishme për mua si person? Edhe nëse kemi mundësi t'i fusim atë në një letër, të shohim se cila është numër 1, 2, 3. Renditja nuk është shumë e rëndësishme, mirë po ne duhet ta dimë se cila është më e madhe për ne, më e rëndësishme për ne. Fillon nga familja, po parimisht fillon nga vetja. Nëse nuk i kam caktuar vetvetes, nuk i kam caktuar një kohë të mjaftueshme të punoj me veten, t'i kënaqë ato nevojat minimale që qofshin për mua në fillim të ditës, që pastaj unë duke qenë i kënaqur me veten, të jem i mirë për të tjerët. Do thotë është një lloj menaxhimi i kohës, megjithëse koha është e njëjta gjithmonë, është 24 orë në ditë. Edhe po ta menaxhojmë si duhet, nuk ka diskutim se mund të kemi sukses të jashtëzakonshëm. A mund të na thoni se ky libër është i bazuar vetëm në teori dhe literaturë apo ka edhe gjëra personale që i keni shprehur këtu në këtë libër? Do të kisha thënë më shumë është praks, megjithëse ka edhe teori të ndryshme, por duke marrë parasysh se unë kam shëtitur shumë gjithandej botës, kam jetuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës plot 11 vite. Në moshën do të kisha thënë ndoshta më të prekshme të jetës time, prej moshës 20 deri në moshën 30, gati 31, dhe në atë moshë ku do duhesh se të isha i pjekur mjaftueshëm. Dhe përvoja që i kam marrë atje, duke u bazuar në atë që kam mësuar në Shkup, në Maqedoni, dhe pastaj mësimet që i mësova në Amerikë, duke përjetuar raste, evente shumë të ndryshme, të mira, të këqija, pozitive, negative. Dhe tani po mundohem që me këtë libër, do të ketë shpresojmë dhe tjera, t'i ndaj ato me tjera, ato përvoja. Do thotë sidomos ato pozitivet, megjithse e cika edhe pak më herët se edhe nevojat, ato përvojat negative mund të na shërbejnë si ndonjë mësim, si motivim. Libri i përmban edhe këshilla motivuese, ju e potencuat edhe pak më herët. Çfarë dallon motivimin e qëndrueshëm nga ai afatshkurt që shpesh e hasim edhe nëpër rrjetet sociale? Po, patjetër, do ta shihni në librin flas për motivim afatshkurtër edhe afatgjatë. Motivimi afatshkurtër është nëse kam këtu të themi një kafe ose një çokoladë nxehtë të lëngshme apo një lëng që më kënaq mua për momentin, apo shoqëria me ndonjë person që është i rehatshëm, i këndshëm, ajo është motivimi i tashëm, i afatshkurtër. Motivimi afatgjatë ka të bëjë me atë se prap çfarë prioritetesh kemi ne, çfarë caqe kemi ne, është edhe një kapitull për caktimin e caqeve. Motivimi afatshkurt është baza për motivimin afatgjatë. Shpesh herë ne si popull, si njerëz, kërkojmë motivimin diku jashtë. Po motivimi shpesh gjendet brenda nesh. Vetëm duhet ta kërkojmë, ta nxjerrim në sipërfaqe. Megjithse kemi raste, kemi njerëz rreth nesh, kemi situata të ndryshme, kemi ngjarje të ndryshme që mund të na motivojnë, edhe t'i përdorim ata për të mirën tonë. Ose të shprehemi tek personat e duhur, të themi. Patjetër është shumë e rëndësishme. Shpesh thuhet se betejë më e vështirë është ajo betejë me vetveten. Si mund të themi ta shndrojmë këtë luftë në një proces rritjeje dhe zhvillimi personal? Duke marrë parasysh se titulli i librit është Unë kundër vetes, unë them që kapitulli Unë kundër vetes është më i fuqishëm ndoshta. Jo më i rëndësishëm, se këtë janë të rëndësishëm, po të kisha thënë më i fuqishëm për arsye se nuk e kuptojmë si njerëz në përgjithësi se vetvetja mund të jetë armiku ose miku më i fuqishëm, më i mirë në shumë aspekte, për arsye se nëse ne e njohim veten sa duhet, nëse ne e kuptojmë veten sa duhet, nëse ne punojmë në veten sa duhet,
Atëherë kjo armiqësia me vetveten shndrohet në një miqësi të jashtëzakonshme, të fuqishme, në një vegël. Do thotë ideja, qëllimi kryesor i këtij libri është bukfalisht ajo, që ne ta gjejmë veten, ta bëjmë veten, ta shndrojmë veten në një mik të ngushtë, në një person që na ndihmon në çdo sfidë. Parasysh se në fund të ditës, pa më parasysh se sa gjëra të mira kemi bërë, sa njerëzve ju kemi ndihmuar, në fund nëse ne nuk jemi ai person që i themi vetes faleminderit, nuk mund të presim prej tjerëve, megjithse ka edhe njerëz që dinë të thonë edhe faleminderit, edhe shprehin mirë njohje ndaj veprave që i bëjmë ndaj tjerëve, ndaj tyre. Mirë po, më së miri është të jesh i mirë me vetveten. Mos e shndro veten në armik, pasi që kjo betejë është një ndër më të rëndat për të kaluar, për të ballafaqur me të, për arsye se nëse je në pajtim me vetveten, je i pamposhtur në çdo aspekt. Kujt i drejtohet më shumë ky libër, të themi të rinjëve, apo të themi që janë në kërkim të vetës, apo çdo njeri që ka nevojë, që dëshiron të bëjë ndonjë ndryshim me jetën e tij apo me vetveten, me gjitha këto. Kujt konkretisht? Do të jam munduar. A mund të themi që gjitha kategoritë përfshihen? Po, ashtu deshta edhe të them, jam munduar që t'ja mundsej secilit që gjen veten në këto tema ta lexon librin. Do thotë nuk ka ndonjë kufizim, duke filluar prej personit më të ri në moshë e deri në moshë më të prekur më vonë në sfidat e jetës, për arsye se ne kemi pa që duke u moshuar, duke u pjekur, kushtimisht më thënë, hasim në sfida dhe më të rënda shpesh. Ndoshta ndonjëherë ato sfidat më vonë në jetë duken më të vështira, megjithse nuk është për t'i nënvlerësuar edhe sfidat në moshë të re. Kanë nxënësit e shkollave fillore sfida, ato të mesmes, ato të fakulteteve, studentët, njerëz që punojnë në për organizata të ndryshme, në për institucione të ndryshme, qoftë private apo shtetërore, ballafaqimet janë ato betejat e përditshme, në përditshmëri janë të ndryshme. Do thotë ndonjëherë, po shpesh mosha nuk është as pak e rëndësishme. Kështu që jam munduar që të jap sado pak vegla për secilin person që mund ta gjej veten aty në libër. Mirë po, libri është thjesht një bazë dhe unë qëndroj në dispozicion të gjithë atyre që ndoshta në bazë të librit, duke lexuar librin, gjejnë ndonjë, mos them po, pikë dobësie ose një dobësi ku prit se kjo ndoshta më mungon mua. Edhe jam këtu që t'ju ndihmoj në atë aspekt, në atë sa mundem unë. Normal që nëse s'mundem unë, kam bashkëpunëtor, shok, shoqe, njerëz që janë profesionistë në këtë deg, se vlen të cekët unë jam si life coach i licencuar, dhe life coach është një këshilltar jetësor. Do thotë që fatkeqësisht në Ballkan, në vendet ku jetojmë ne, pothuajse ende është tabu, ende është një temë shumë e re, ende është një temë që nuk është e prekur sa duhet, nuk është e mbuluar sa duhet, dhe njerëzit kanë rezerva. Ata shprehu në këtë mendim para personit që se njoh, se shpesh hasim në sfidat të ndryshme jetësore që ndoshta nuk kemi guxim t'i shprehim para njerëzve, shkaku që nëse shprehim ndonjë sfidë edhe nuk dim se si të përballemi me të, si ta tejkalojmë atë, atëherë shoqëria e shef si dobësi, apo neve na duket ashtu se si dobësi. Edhe për këtë arsye njerëzit i mbajnë ato mendimet, emocionet, sfidat në të cilat kalojnë në përditshmëri në vete. Dhe kjo është ajo që lidhet pak më herët me titullin që përmendëm unë kundër vetës, do thotë secili që gjen veten në këtë libër është okay, është krejt në rregull. Të thot, unë kam një sfidë dhe nuk di se si të ballafaqohem atë sfidë, edhe është okay të kërkosh ndihmë, është shumë njerëzore të kërkosh ndihmë, edhe se ne jemi në këtë botë bashkërisht. Kemi shumë probleme, ndoshta edhe shumica e problemeve që i kemi apo sfidave në jetë nuk mund të zgjidhen vetë, dhe duhet të kërkojmë ndihmë. Mirë po, është shumë e rëndësishme të dimë se ku të kërkojmë ndihmë. Ku të drejtohemi? Po, patjetër. Mund të na thoni se gjatë procesit të shkrimit, a ka pasur ndonjë moment kur ju vetë jeni përballur me sfidat që trajtoni në libër? Në vazhdimsi.
diçka personale të themi. Nuk mund të... Une e kam cek në një ndër kapitujt ku mos kërkoni perfekcionizëm, përsosshmëri. Nuk ekziston. Nuk ka njëri të përsosur. Mu për këtë arsye është shumë e rëndësishme njerëzit ta kuptojnë se secili prej nesh ka sfida, secili prej nesh ka gabime. Po, duke tash këto teme i trajtojnë një kohë të gjatë me mosha të ndryshme të njerëzve, por nuk është absolutisht reale ose korekte të them që po veç tjerët ballafaqohen me këto. Nëse unë nuk i kam hasur këto sfida, do thotë ajo vegla kryesore, motivimi kryesor për mua që ta shkruaj këtë libër është sfidat me të cilat jam ballafaquar unë. Nga vetvetja keni Nga filluar. vetvete. Po këto tema unë i kam hasur në vetvete, shpesh njerëzit që më njohin e dinë që unë nuk ndalem, vazhdimisht jam në lëvizje, edhe më pyesën se si e menaxhon kohën. Edhe pastaj kur filloj të jap përgjigjen ose sikur një rezime e vogël e librit, po menaxhimi i kohës, po vetbesimi, po vetë reflektimi, po unë kundër vetes, gjithë ato në një përgjigje të shkurt, e jap një personi që kam përballë, që t'ja bëj me dije se këto janë vegla dhe edhe unë, ai personi që tash mundohet me ndihmu të tjerëve, është ballafaqur me të njëjtat probleme, me të njëjtat sfida, kështu që është krejt në rregull. Edhe një person që është profesionist, që ka përvojë, që din shumë, që ka shititur shumë, të hasë në vështirësi. Të hasë në vështirësi. Mund të na thoni nëse do të veçoni një mesazh nga libri Unë kundër vetës. Cili do të ishte ai mesazh që mund ta themi e keni veçuar edhe ju në këtë libër? Do të kisha thënë punoni me veten, punoni në veten. Pasi që kur të kalohet kjo, mos i them, ndoshta një fazë ku në anglisht quhet një breakthrough, një fazë ku kalohet prej një fazë në një fazë tjetër, prej një faze me plot pyetje në një fazë me shumë përgjigje. Punoni me veten. Parashtoni pyetje të lehta dhe të rënda vetvetes. Ku mundem unë? Sa mundem unë? Pse vazhdimisht e bëj këtë? Pse vazhdimisht nuk e bëj këtë? Pse unë dështoj në këtë sferë? Ndoshta je në vendin e gabuar. Ndoshta je në shoqërinë e gabuar, ndoshta je në rrethin e gabuar, ndoshta njerëzit që i ke përreth janë njerëzit jo të duhur për ty. Është okej të bën ndryshime. Është realisht shumë okej, në rregull, të ndryshohet rrethina, rrethi i ngushtë apo i gjerë, nëse nuk e gjen veten. Do thotë puno me veten, aq sa mundesh. Kërko ndihmë kur është veten të pafuqishëm, parashtru pyetje. Nuk është problematike, nuk është dobësi nëse kërkon ndihmë, nëse parashton pyetje, nëse thua që nuk jam i aftë në këtë deg, në atë deg, do thotë askush nuk është i aftë në të gjitha degat në mënyrë të barabartë. Secili prej nesh kemi aftësi të ndryshme. Secili prej nesh jemi të aftë në një sasi të ndryshme në një deg të caktuar. Kur të punojmë me veten mjaftueshëm, ne e gjejmë se ku jemi të aftë. Edhe aty përqendrohemi më shumë. E gjejmë atë e bëjmë si prioritet, që se ka pak më herët. Lista e prioriteteve duhet të ngushtohet. Që nëse presim shumë, me siguri që do të shprohemi shumë nëse dështojmë. Pra, lista e prioriteteve që ka të bëjë me punën me veten, është ta gjej unë ku jam i mirë, ku jam i aftë. Në fund, kapitulli i fundit është mirëqenia, kontrolli i mirëqenies. Është një tabel ku nëse analizohet mirë, i gjen gjitha pikat e fuqishme dhe ato të dobata në vete. Dhe në këtë mënyrë i bie sikur njoftohesh më shumë me veten. Çfarë do dëshironi lexuesi të themi të merr me vete apo të ndryshojë nga vetvetja pasi ta mbyll faqen e fundit të librit Unë kundër vetës? Të jetë në rahati me vetveten. Kjo do të ishte ajo gjëja kryesore të themi. Patjetër, po. Në momentin që më falni. Në momentin që ne jemi rahat me atë që jemi, s'ka kush në ndalë. A mendoni se sfida dhe pengesat që hasin në jetë janë të themi kundërshtar, apo mund të shndrohen në mësuesit tanë më të mirë? Një pyetje që e parashtoj në ligjëratat e mia, në trajnimet e mia shpesh, edhe është zakonisht fillimi i ligjëratave apo trajnimeve të mia, është sa mundet të lëndon dikush.
edhe njerëzit mundon të japin përgjigje të ndryshme, jo aq, jo kaq, jo shumë, jo pak, unë them aq sa e lejon ti. Lejojmë ne, pikërisht. Do të thotë mos të guxojmë, mos të lejojmë që njerëzit të na lëndojnë. Ta vendosim një barierë metaforike para nesh. Aq e ke kufirin, mos e kalo. Kjo është ajo, fillo të respektosh veten pak më shumë në çdo aspekt, për arsye se nëse respekton veten mjaftueshëm, respekti për të tjerëve do të jetë i mjaftueshëm. Nëse e ul veten poshtë, gjithë do të ulim poshtë. Është okay, në rregull të jesh modest, po jo me çdo kusht. Të ketë një limit, të themi. Një limit, është okay, unë shpesh si trajner i futbollit them, është okay të kesh një arrogancë sportive. Ajo vlen edhe në jetë. Arrogancë të mjaftueshme në aspektin pozitiv ku thua, prit se këtu është ajo vija që s'guxon ta kalon askush. Ajo vija e kuqe të themi. Po, bukfalisht, po. Mund të na thoni dhe në fund, pas këtij botimi, a kemi edhe projekte të reja? Do të vazhdoni të themi me botimin e librave motivuese për të folur që njerëzit ta kenë parasysh se çfarë duhet të bëjnë, se si duhet të punojnë me vetveten? Gjithsesi se po, patjetër do të thotë, unë shpresoj që ky libër ta nis një valë librash, për arsye se në kohën që jetojmë kemi nevojë për motivime të ndryshme, kemi nevojë për një atmosferë pozitive, për arsye se e kam cekur në shpesh edhe në librin, po edhe në vende tjera që jemi të rrethuar me ngjarje negative, me shumë gjëra negative, me njerëz negativ, të gjejmë motivim gjithsesi. Kjo është një vegël e vogël, ndoshta, për dikë, po pse mos të vazhdojmë më tutje. Unë shpresoj që do të kemi fuqinë, motivi nuk mungon, absolutisht, edhe fuqia jo nuk mungon, por është mirë që unë kërkoj feedback, një zë kthyes prej lexuesve që ta di a është në rrugën e duhur apo duhet ndryshime, se ka më herët nuk ka përcakshmëri. Në librin jam munduar t'i cekë gjithë ato sendet ndoshta që mund t'i ndihmojnë secilit, por gjithmonë ka mundësi dhe hapësirë për përmirësim. Kështu që të punojmë vazhdimisht, unë nuk do të ndalem këtu. Ata që më njohin e dinë që unë që sa vite mundoj të jem një person që ndoshta jep energji pozitive, jep mesazhe pozitive vazhdimisht në profilin tim në Facebook, apo në Instagram, apo në TikTok, edhe nëse shkoni 15 vite më herët, nuk mund të gjeni diçka negative. Jo pse unë jam njeriu më pozitiv në botë, mirë po, mundohem që së paku unë të jem ndoshta arsyeja e buzëqeshjes së dikujt në përditshmëri. Pra, buzëqeshni sa më shumë që mundeni. Sa më shumë. Ta bëjmë shoqërinë pozitive. Ju faleminderit të shumë, ashtu siç keni sjell edhe një libër për mua që unë do e lexoj me shumë kënaqësi këtë libër, dhe ajo që më pëlqeu më shumë ishte edhe shënimin që keni bërë për mua, për Rejhanën, që përmes televizionit inspiron të tjerët. Me respekt, Afrim Bajrami. Unë ju faleminderit të shumë, i nderuar, edhe për këtë libër, dhe pasi që ta lexoj, do i keni edhe komentet e mia për librin. Ju faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi të jemi mysafir në emisionin tuaj. Ju faleminderit. Shikues të nderuar, rikthehemi ne pas pak me musafirin tjetër të radhës, kështu që qëndroni me ne. Ky ishte libri dhe besoj që të gjithë ju do e mjeni, do e lexoni, i cili do ju motivoj shumë. Kështu që unë e kem këtë libër dhe do e lexoj me shumë kënaqësi. Ju faleminderit. Qëndroni me ne dhe shihemi pas pak.